E prap për shqiptarët ju bëj thirrje, zbrisnin sheshet e lirisë, e mos prisni që marksizëm leninizmit fitojnë mbi ne, mbi fëmijët tonë që i ka debue, mos fitoj marksizëm leninizmi mbi ju, o bashkë shqiptare, bashkë kombas të mi të nderuar, që do të na shkatroj se marksizëm leninizmi dhe orientalizmi në Shqipëri e ka fundin shumë të hidhur, prandaj binin sheshet e lirisë dhe përbuzeni dhunën e mos u përkulni para dhunës. Dijeni mirë që dhunën e nxit frikacaku, moracaku, ignoranti, pisi, debili, anti-shqiptari, ama kundër dhunës duhet qëndrojnë qytetarët shqiptarë, mendje ndritur dhe me zemër të bardhë shqiptari. Ky është problemi jonë që kemi. Europa, ambasadat e Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë momentin për të na ndihmuar. Ju lutem na ndihmoni. Mos na lejoni në këtë situatë apokaliptike, sepse e keqja mbi ne është e keqja mbi ju dhe ju e keni pa. Narkotrafikun nuk e kanë shqiptarët, trafikun e drogës nuk e kanë shqiptarët, pastrimin e parave nuk e kanë shqiptarët, vrasjet politike, shoqërore, trafikantëve etj për plasën mes bandave nuk e kanë shqiptarët. Shqiptarët janë viktima të asaj mizerie se krijuar kur ju përkrahet qeverisjet të një pasnjeshme, nepotike, orientale, hajdutrore e të korruptuara. Profesor, a mendoni se Edi Rama duke dashur t'i godas, t'i friksoj apo t'i kërcënoj përmes arrestimeve, sidomos në rastin e Dritan Goxhait, po i faktorizon edhe më shumë këta element kryesor të protestës, të cilët mund të shndrohen më pas edhe në një formacion politik? Unë mendoj që ka një pamje. E para, dhuna ndaj protestuesve, mua si shqiptar, si intelektual, si njeri që kam pas të gjitha mundësitë e kësaj bote me ik 1000 herë me u stabilizua në të gjitha vendet më të bukura të kësaj bote. Edhe sot që jam 63 vjeç, profesioni im është ndër profesionet më të kërkuara e më të lakmuara të kësaj bote. Por që kam vendos me jetu në këtë vend dhe nuk iku nga ky vend. Për shpirtin tim, për shpirtin e protestuesve, për shpirtin e studentëve që shikoja mram për lotur dhe nuk kam nërmend me lëviz, por kjo pamje e dhunimit të protestuesve mua me turpron. Ata që protestojnë në turpron, çdo shqiptar e proteston se qeveritarët nuk i kemi nga komësitë e tjera, po të gjithë janë produkt i shoqërisë shqiptare, pavarësisht se ku i shërbejnë. Dhe unë ndihem i turpruar nga dhuna në protestë, sikurse ndihem shumë krenar me qytetarin e protestuesve, edhe pse protestuesit kanë, secili prej tyre ka një hall shumë të madh. Diku i ka ikur prona, diku i ka vdekur i dashuri për mungesë ilaçesh, dikush është i cenuar në pagë, dikush është i cenuar tek të drejta e punësimit, dikush është i kërcenuar po tek kushrin apo vllajin apo nipin apo mbesën nga puna. Pra, të gjithë protestuesit janë të kërcenuar dhe unë them që Edi Rama nuk mund të jetë aq i paditur sa të mos e kuptoj që dhunën e shkakton i padituri, ignoranti, frikacaku, i ligu dhe nuk e shkakton kur i dituri dhe qytetari. Dhe në këtë trajektore të cilën luti Zotin që të mos atakoj kërkun tagent as kotagent me dhunën, luti Zotin që në këtë trajektore të mos ketë dhunë, po të ketë arsye shtetërore e politike, të ketë vlerësim dhe ndërgjegje të lartë politike shoqërore për me kontribuar zgjidhjes. Sepse agravimin e dhunë gjithmonë ky popull ka njoft genocid e luftra shfarose, por ama në fund ka shpëtuar populli. Klasat politike të gjitha janë groposur në dhunën që kanë mbjellur vetë. Prandaj them që unë nuk besoj tek dhuna. Dhe këshilla ime, sikur po të më dëgjonte Edi Rama, është që banu pjesë e zgjidhjes dhe të mos të heqin dorë nga çdo segment dhune dhe nga ata njerëz që i kanë dalë jashtë komandës. Të kontrollojnë dhe njerëzit që i kanë dalë jashtë komanda apo institucionet
t'ja lënë popullit sepse populli i sistemon vetë të gjithë ta koka që mund t'jenë edhe koka turku që guxojnë me ushtru dhunë apo me lahe sapër për llogaritë e tyre. Shqiptari nuk ta fal as dhunën, as vrasjen, as pikën e gjakut sot e 1000 breza. Këtë duhet ta ketë qartë këta. Atëre se çfarë llogarie bojnë kur tërheqin tjetrin zvarr, vetëm kjo një kategori e ulët ignorantesh mund ta dinë. Unë nuk arrij dot ta kuptoj. Profesor, në optikën tuaj, a mendoni se protesta po shkon drejt përshkallëzimit dhe a do të prodhoj kjo protestë një formacion politik më pas dhe a mund ta drejtoj Dritan Goxhaj këtë formacion politik? Unë mendoj që kjo protestë me patjetër kjo protestë edhe deri tani ka dhënë një efekt shumë të fortë. Të paktën i ka treguar klasës së ndyrë politike që pavarësisht nga sorollopi mediatiko, historik, e spionazh, e patronazhist, që ka rreth rrotull se cila është fytyra e vërtetë e tyre. Por unë mendoj dhe besoj, jam shpresë plot që kjo protestë do të përfundojnë në një produkt të ri politik të përbërë nga njerëz pa të kaluar kriminale dhe nga njerëz unë gjithmonë përdori shprehjen njerëz me faqe të bardhë e me duar të pastra. Shqipëria të tillë njerëz ka plot. Në Shqipëri kanë 36 vjet që kjo kategori intelektualesh, djemësh, vajzash, burrash të shquar, me nder, me dignitet, me faqe të bardhë, me duar të pastra nuk janë përfill. Kemi 35 vjet që jemi qeverisur nga horra, nga morra, nga pisa, nga parazit, nga derra, nga lukuni ujqërisht të pangopur me pronat e shqiptarëve e me vujtjet e shqiptarëve, dhe unë shpresoj që kjo lëvizje popullore do t'i çojë në një produkt politik ku në objektiv i parë themelor në sytë e popullit shqiptar do të jenë orientimi ose qasja drejt një qeverisje me duar të pastra, me fytyra të pastra, me njerëz me zemër të pastër shqiptari. Ndërsa sa për Dritan Goxhajn, kam një respekt jashtëzakonshëm për ata dhe për çdo djalë shqiptar që ka vu pushkën krahut e ka dalë në mbrojtje ballë për ballë me ushtrinë serbe në mbrojtje të Kosovës dhe qeshtjes kombëtare. Kam respekt për çdo shqiptar që ka dhënë një pikë gjaku, kam respekt për çdo shqiptar që ka dhënë një tas me dhall apo një copë bukë për luftën, apo një strehin në një familje kosovare të debuar, por unë nuk mendoj që Dritan Goxhaj i ka mundësit për ta drejtuar e për të qenë në krye të kësaj lëvizje. Kjo lëvizje kërkon një produkt politik të një formati tjetër me Dritan Goxhajn, i cili për mendimin tim, në vlerësimin tim shkencor, filozofik, popullor, tradicional, ka një format shumë të lartë patriotik, por koha e pushkës është koha e shkuar, tani është koha të krijojmë shtetin, e të ndërtojmë shtetin demokratik, pluralist, të cilin duket që e fituam vitin 1990, por në vitin 1991 fituam vetëm lirinë, ndërsa ne pluralizmin dhe demokracinë nuk e fituam, nuk e ndërtuam dot. Betejën themelore ne akoma nuk e kemi fituar. Me këtë protestë duhet një produkt politik që të fitoj betejën themelore, rikthimin e pluralizmit real. Në pluralizëm real hapet rruga drejt votës. Vota është verdikti i popullit dhe populli nuk gabon kurrë. Sipas marksizëm-leninizmit, populli është numër i pambarimt i zerove që merr vlerë kur i vihet nishi që është një marksist-leninist i qelbur, ndërsa sipas filozofisë europiane, amerikane, botërore, populli, demokracia, lëvizjet fillojnë nga poshtë dhe gjithmonë finalizohen përmes një prurje nga poshtë mbi bazën e kontributeve dhe vlerave të larta morale dhe atletare. Mund të kesh edhe vlera të larta atletare, por je i paditur. Atëherë unë besoj gjithmonë në një prift që është pushkatuar nga regjimi i fllihshuri Enverhojës, është atë Gjon Shllaku që ka përkthyer Homerin dhe Iliadën, dhe kur thoshte ka shkruajt 1937-ën, një njeri pa ditur nuk mund të jetë kurrë atletar. Tani na duan atletar, po na duan atletar të ditur. Në 1912-ën kemi qenë popull analfabet.
ama 10 ministrat e qeverisë së parë të Ismail Qemalit që ka jetuar nga nëntori 1912 e deri në muajin maj të 1913, vetëm 6 muaj, kanë qenë 10 ministra elita më e bukur, më e bekuar, e më e mirë e Shqipërisë, e pa shritur, e pa njollosur, me asisen e që i shërbyen kombit që në vitin 1913, bota e ndyrë orientale e shembi përsëri për tokë, duke e kthyer shtetin shqiptar në një rrokad që edhe sot mas 110 vjeç nuk po gjejmë vend. Prandaj, kjo protest luti Zotin dhe unë si njëri nga protestuesit unë i kontriboj që të bëhet realitet, loti i kthjellët në syrin e asaj studentes që me 29 ishte ullë në shkollë dhe një bjonde i shkonin lotet për faqe, të bëhet realitet ndërtimi i shtetit shqiptar. Nuk me duhet as një ditë burg për askën, me duhet vetëm shteti funksional i Shqipërisë që të sekuestrojnë krejt pasurinë e vjedhur shqiptarëve e të vjetë në dispozicion të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar nuk është shtet i varfër, shqiptarët nuk janë të varfër, shqiptarët janë të vjedhur, shteti shqiptar është i vjedhur. Prandaj, zgjidhja një shtet me durë të pastra, me fytyra të pastra, është shpresa e jeta për Shqipërinë.